Ju ftojmë në bisedën tonë 360 gradë. Politika amerikane për të drejtat e njeriut. Shtetet e Bashkuara u themeluan sipas parimit, barazia dhe të drejtat themelore të njeriut vlejnë një lloj për të gjithë. Prandaj, nxitja dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut në arenën ndërkombëtare janë element kryesor i politikës së jashtme amerikane. Një mënyrë me të cilën Shtetet e Bashkuara përçojnë agjendën e tyre të lirisë është publikimi i një raporti vjetor mbi gjendjen e të drejtave të njeriut në pothuajse 200 vende dhe territoret e botës. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara ruajnë për vete një standard të lartë përgjegjëshmërie. Pra e matin respektimin e të drejtave të njeriut nga vendet e tjera jo nga një qëndrim arrogance, por me shqetësimin për gjendjen njerëzore atje. And I hope it will inspire us. Shpresoj se kjo do të na frymëzojë ne, njerëzit këtu dhe kudo në botë, këtë vit dhe vitin tjetër, për të ndërmarrë më shumë hapa sa më të mëdha në drejtim të një drejtësie më të madhe, një dinjiteti më të gjerë dhe të paqes. And peace. Jepni mendimin tuaj ose tregoni historinë tuaj të drejtave të njeriut duke përdorur #US Policy 360.